Skandali vërtet në futbollin holandez dhe konkretisht në një nga ndeshjet e fazës së 1/8 të finaleve të kupës që e kishte vënë përballë Ajaxin dhe Alkmaarin. Ndeshja është ndërprerë në minutën e 37 të pjesës së parë për të mos nisur më, pasi skuadra e Alkmaarit praktisi fushën e lojës në shenjë proteste ndaj gjyqtarit të ndeshjes, kur sfida kryesohej nga Ajaxi me shifrat 1-0, pas një goli të shënuar nga Van der Wiel në minutën e 8. Deri në minutën e 37 gjithçka po shkonte mirë, por në këtë moment një tifoz i skuadrës së Ajaxit ka kapërcyer rrethimin e brendshëm të stadiumit, duke mos u vënë re as nga forcat e sigurisë, dhe është futur në fushën e lojës duke tentuar të godasë portierin e skuadrës mike, 22 vjeçarin Esteban. Ky i fundit e ka kuptuar rrezikun dhe nuk ka pritur reagimin e tifozit, por e ka goditur atë me shkelm duke rrëzuar në tokë, dhe më pas nuk e ka kursyer sërish me shkelmat e tij në pjesë të ndryshme të trupit. Forcat e sigurisë kanë ndryer menjëherë duke nxjerrë nga fusha edhe tifozin, ndërsa gjyqtari i kësaj sfide, Basni Huis, ka nxjerrë me karton të kuq portierin e skuadrës mike të Alkmaarit, Esteban Alvarado. Një veprim ky që ka sjellë reagimin e fortë të gjithë lojtarëve të Alkmaarit dhe në mënyrë të veçantë të trajnerit Gert-Jan Verbeek, i cili nxorri lojtarët e tij nga fusha për të mos i kthyer më. Pas ndeshjes, drejtori sportiv i Alkmaarit e konsideroi shokues vendimin e gjyqtarit për t'i dhënë karton të kuq portierit Esteban, ndërsa klubi i Ajaxit kërkoi falje për këtë ngjarje, teksa sqaroi se tifozi që hyri në fushë ishte një 19 vjeçar, i cili ndodhej nën efektin e pijeve alkolike.